Përshëndetje të nderuar miq, në fillim të kësaj jave, e cila pritet të jetë e mbushur me mjaft zhvillime nga aktualiteti, po sidomos nga politika, do të flasim me mikun e emisionit ton, avokat Zaçe Islami. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje juve dhe dëgjuesit tuaj. Faleminderit avokat. Fundjava ishte mjaft e bushme, avokat. E diela sidomos. Kryeministri deklaroi që agentët e BKH-s tentuan të futen me armë në zyrat e kryeministrisë. Ndërkohë që garda e pengoi, kishim një reagim dhe nga Byroja Kombëtare e Hetimit, e cila theksoi që bështe fjalë për rastin e Belinda Ballukut, ku do i komunikojë masa e pezullimit. Edhe antarët e BKH-s, pra agentët janë penguar nga garda, më pas i kanë vendosur armë diku në një dollap që survejohej nga kamerat. Për kryeministrin ky është rasti më i ëmbël, se ka dhe raste më të rënda. Po ju si mendoni avokat? Çfarë po ndodh këtu? Kishim dhe pak muaj më parë që kryeministri tha që mos tentoni të vini të merrni celularin. Kishim lajme në media që kanë tentuar të hyjnë po janë penguar. Kurse ky ishte rasti i fundit. Pra ka disa tentativa avokat, po si mundet antarët agjentët e BKH-s të hyjnë me armë? Në rreth para agentët e BKH-s kanë të njëjtat kompetenca dhe të njëjtat mundësi siç kanë agentët e Byros Kombëtare të FBI-t amerikan. Janë një lloj. Dhe nuk i ndalon dot as Edi Rama as kush tjetër. Por Edi Rama është një Macbeth. Në këtë rast i ka ndaluar avokat. Dëgjoj, patjetër që në tavolinë nuk shkohet me pistolet në dorë. Por ai ishte i trembur. Ai është Macbethi shqiptar sepse pushtetin e ka mbi intrigë, të bazuar në intrigë, në tradhti, në poshtërsi, në mashtrime, në vjedhje, në grabitje. Ai nuk e bën gjumin rehat. Dhe atij çdo njeri që shikoni duket sikur ka armë në dorë, dhe një çadër që është në dorë atij duket pushk. Pra ai ka humbur qetësinë, praktikisht ka humbur qetësinë. Dhe ka humbur qetësinë jo nga ne shqiptarët, se nga ne ai ka 1000 vjet ymë, po aty qetësinë ja ka humbur Matahari, shqiptare, Lubia. I thot mirë Robert Papa që i thot Lubia shqiptare. Për arsye sepse ajo e ka komprometuar, janë lidhur nëpërmjet korrupsionit me njëri tjetrin në rrugë të pandershme në të tëra drejtimet e fjalës nder, në tërë konceptimin e fjalës nder shqiptare. Dhe kështu që ai vërtet shikon ndër me sy hapur të tëri duke në armiq. Megjithatë, Byroja Kombëtare e Hetimit e ka bërë dhe do ta bëjë detyrën, dhe ai e di mirë këtë, dhe ajo e di mirë, dhe ai e di që ai do iki bashkë me Mataharin, domethënë Belinda Ballukut. Avokat, po ju thoni e bëri detyrën BKH-ja, po në këtë rast kryeministri e çarmatosi BKH-n. Po pse ata s'vajtin për ta arrestuar? Jo, të ndajmë gjërat. Ata vajtën të hynin në zyrën e Ballukës dhe hynë në zyrën e Ballukës dhe e bën punën e tyre. Por jo për ta arrestuar, se po që për ta arrestuar nuk shkonin ashtu ata. Do shkonin ashtu si shkohet. Të shoqëruar, me prokurorin me vete, me të tërë, nuk bëhet ashtu. Pra, me urdhër prokurori me vendim gjykate, për arrestimin. Edhe në këtë rast ata kanë pasur vendimin e gjykatës. Pra, kërkesa e prokurorisë për kthyer në vendim gjykata e miratoi vullosi gjykata, vajtën ta çojnë në kryeministri. Ndërkohë që aty u çarmatohen. Unë nuk kam keni dëgjuar ju avokat në një herë tjetër në rast tjetër që janë çarmatosur? Ju lutem, për çfarë vajtën? Për komunikimin e masës sigurisë pezullim nga detyra. Kujt? Po ajo e ka atë. Ja hoqi gjykata kushtetuese. Po jo, në datë 20 nëntor, këtu bëhet fjala për në datë 20 nëntor, avokat. 20 nëntor, agjentët u futën në unë them për rastin e fundit, të ndajmë gjërat. Po, rasti i çarmatosjes se kanë fjalën. Është ka ndodhur në datë 20 nëntor sipas BKH-s. Sepse mbrëm vonë reagoi BKH-ja, tha, shiko tha, bëhet fjalë për datën 20 nëntor, tha, vajtën ti komunikojnë vendimin e gjykatës, aty tha, nuk u lejuan të futen brenda nga garda, i hoqën pistoletat, patllaket që thot kryeministri, i futën në një dollap të monitoruar nga kamerat, hyn brenda, mbaruan punë, dolën, morën armët ikën. Por ju keni dëgjuar në një rast janë çarmatosur kështu?
Unë, jo, raste të tilla s'kemi dëgjuar, po unë kam parasysh që kjo ka ndodhur dje, jo dje par dje, jo 20 nëntor, në 20 nëntor Jo, s'u bën ndonjë gjë, mbajtjem mbaruan punikën. në kryeministri dje nuk e specifikonte, kurse BKH-ja në darkë tha që shiko bëhet fjalë për këtë rast. Pra ky ishte rasti. Tu ka një hile, tu ka një pandershmëri. Tani a është nga BKH-ja, a edhe mund të jetë rrequr BKH-ja, a është nga kryeministri që do që të mbulojë mën me sh, nuk e di. Por hile ka, një pandershmëri ka, një pasaktësi ka, një mashtrim ka, se si e kanë hallin nuk e ditin ata. Unë di që BKH-ja ka të drejtë absolute që me vendim prokurorit, me kërkesë prokurorit dhe me vendim të gjykatës mund të arrestojë këtë doj. Ndoshta në këtë moment avokat, kur ka ndodhur ngjarja, ka përfituar ndoshta edhe nga fakti që BKH-ja ka qenë pa drejtues, se nuk ishte zgjedhur akoma, më duket jo Niketa atëherë. Kjo periudha kalimtare si hapësirë boshe. BKH-ja asnjëherë s'mbetet pa drejtues, pavarësisht se mund të ketë mbaruar mandati i saj që ka qenë përpara kryetare e BKH-s, por BKH-ja kompetencat i kanë çdo kohë, si me kryetar dhe pa kryetar. Avokat, mund të kemi në një rast për shembull që mund të shkohet për të komunikuar një mas arresti njërit në kryeministri, edhe mund të refuzohet në këtë mënyrë që linja armët aty edhe kemi të bëjmë me grushteti pastaj. Nëse ndodh ajo, në gjithë botën quhet grushteti. Dar kryeministri të kundërshtoi pushtetin dhe drejtësinë është grushteti, ai është grushteti. S'ka bërë. Pra, ne praktikisht edhe në 20 janar. Po janë komunistët të pushtetit, zotri, ju kam thënë se ju nuk zini mend ju. Nuk zini mend ju. Shqipëria është në diktaturë komuniste, zotri. Është në diktaturën komuniste. Enveri arrestonte këtë donte, kur donte, si donte, i merrte nga shtëpia, i merrte nga vatra e fëmijëve, i merrte ku të donte i merrte. Kjo gjë po bëhet dhe këtu, por këtu bëhet me ligj. Enveri e vënte pa ligj. Tani ky palloshi i asaj Ballukës, i Lubis, ky do që me çdo kusht të mbaj pushtetin me të gjitha mjetet dhe me të gjitha format. Dhe ka marrë rreth vetes gardën. O garda duhet të di një gjë, komandanti i gardës. Duhet të di mirë një gjë. Unë ja them këtë ta dëgjoj. Zotëri mos vepron në kundërshtim me vendimet e gjykatave, se do veshtin vend aty pastaj. Kaq di unë. Amerika nuk e lëshon më Byron Kombëtare të Jetimit. Nuk e lëshon më SPAK-un. Pra do bën ato që kanë vendosur amerikanët dhe do shkoj, mendoj, kam besim që do shkoj drejtësia në vend. Avokat, më thatë një gjë interesante këtu. Më dolët e raporti forcave, një krah garda me policinë, një krah tjetër BKH-ja. Po BKH-ja praktikisht ashtu ndodhi. Sipas këtyre që thoni juve, ashtu ka ndodhur. Pra kemi të bëjmë me grushteti. Po, në vazhdim, avokat, kjo përplasje, mundet që BKH-ja të jetë efektive pa policinë e shtetit dhe pa gardën, pra mund t'i ekzekutojë masat e sigurisë vet, ka kapacitete burime pra njerëzore, ekspertë si agent. Këtu nuk bëhet fjalë për ushtri ballë për ballë. Këtu bëhet fjalë për një strukturë ligjzbatuese dhe për një strukturë të kundërligjshme. Tani, kush do fitojë nga ndeshja e këtyre dy palëve, nuk e di. Unë di që duhet fitojë BKH-ja. Këtë di unë. Se çfarë do ndodh pastaj, e din ata që janë protagonistë në këtë lojë. Ne po flasim gjithmonë për situata hipotetike, nëse nuk binden. Nëse nuk binden atëherë ka përplasje, do merren me zor. Do arrestohen me zor. Do hyjnë në fuqi, pastaj në lojë do hyjnë forcat tjera. Po kjo e keni fjalën forcat të tjera. Marinsat amerikanë nuk më besoj se do vinë këtu. Si ndalon njeri? Nuk i ndalon njeri. S'kemi gjë. Ta thash përgjigje, nuk i ndalon njeri. Okej, avokat, po pasoja në
të afërmen tani apo të largët, mund të ketë kjo si ngjarje duke vendosur si precedent që në çdo rast që mund të shkohet dikush mund të dalë të thotë pa lini armët patllake tek dera, pastaj të hyni brenda? Shiko, po vajtën për të arrestuar nuk lihen patllaket zotërisje, pra të punë vend. Prandaj marrin armët që të arrestojnë. Po vajtën për të biseduar, armët natyrisht do të thonë në një vend caktuar atje dhe s'ka asnjë problem. Po këtu të thash kemi të bëjmë nëse vjen për të arrestuar dhe ata kundërshtojnë, atëherë kemi përplasje. Dhe përplasje gjithnjë në përplasje fiton më i forti. Dhe më i forti është gjithmonë ai që është me ligjin, jo ai kundraligjshmi. Megjithatë, avokat, thelbi është që ata agjentët e BKH-s e mësuan rrugën për në Seli. Jo më di se kishin humbur rrugën ata prishin urdhrin. Jo, urdhri u vajt. E kam fjalën që tani në vazhdim e mësuan rrugën the. Po, tani atje i ka përdit, ai e di, prandaj thash është Macbethi shqiptar. Ai ka humbur qetësinë. Ai nuk është Terezi. Edhe kaq sa e mban me gajret është Sali Berisha. Është e ashtu quajtur opozitë që e mban akoma në pushtet atë. Sa i do ishte qëruar me kohë. Gjërat kështu nga jashtë duken mirë, avokat, sepse kreu i qeverisë e uroi kreun e SPAK-ut. Kishte mesazhe plot aty. Letra mund të shkruajnë sa të duan. Sa të duan shkruajnë. Letra është hipokrizia, ajo është një urim protokollar që s'ka asnjë vlerë në jetën politike të vendit. Thjesht e uron ai sepse praktikisht atë brahon që u zgjoth, që u emërua, jo që u zgjoth, që u emërua, po e theksoj. 11 vota, 7 vota pro nga 11. Po, u emërua kryetar i SPAK-ut. Para ca ditësh, Pullum Pilinçi deklaroi dhe tha kështu, ne tha do vëm në krye të SPAK-ut, tha një nga nomenklatura komuniste, i cili do kryej arrestimet, tha, dhe do arrestoj, e bëjmë, tha, që vet ai i asaj klase politike, i asaj partije, të arrestoj dhe të fusin në burg njerëzit e vet, domethënë komunistët shqiptarë që janë pushtet. Shpresoj që kjo të bëhet. Shpresoj. Po nga këta, ai nuk e thot nga vetja. Nga këta 11 avokat gjithë mbrenda janë, s'ka njëri për jashtë më. Ministra, ish-ministra, president, kryeministra në hetim, ish-kryeministra në hetim. Po tani tjetër gjë në hetim e tjetër gjë në burg. Jemi larg. Për ta mbyll me Ramën avokat më shumë ka rrezika brenda apo nga jashtë? E ka nga brenda pa diskutim. Po tham nga jashtë, ndajmë gjërat, po them nga jashtë, nga Amerika e ka prerë fletarestin. Nuk diskutohet fare. E ka prerë? Amerika ja ka dhënë atë që duhet i japi, thjesht tani po vazhdojnë procedurat dhe prandaj ai e ka humbur Terezin. Avokat, megjithatë Balluku është i kthyer në detyrë. Tani në postin e zëvendësuar ministre, një ministre fuqishme në kabinet. Ai dorën që nuk e kafshon dot e puth. Ky është Edi Rama. Edi Rama atë e ktheu se s'ka nga jamban. S'ka nga jamban. E ka kapur ajo pik. E ka kastruar shqip. Ballukja e ka kastruar Edi Ramën. Ai do kërcesi një njeri që ju thoni që ka gjitha pushtetet, ta bëj një zoj këtë. Po ajo zonja, nuk është ajo zonja është bashkëpunëtore e tij në të gjitha krimet që ka bërë ai dhe vjedhjet. Prandaj e ka kastruar ajo. Jo se është e fortë ajo, po se i ka në dorë vjedhjet që ka bërë, pistoqet që kanë bërë, krimet që kanë bërë, i kanë bërë bashkë. Ju po thoni që e shantazhon, e kërcënon? As bëhet fjalë po e shantazhoj direkt, jo, nuk e them unë. E tha ajo, ty i tha nuk të lejoj të bësh me mua atë që bëri gjyshi që bëri babai yt i tha me gjyshin tim. Kështu kërceni më të hapur se kaq s'ka. Dhe po zbatohet ditë për ditë kjo fjalë e saj. Megjithatë, avokat, ne s'kemë parë që një kryeministri në detyrë ti ndodh diçka. Kështu që Rama derisa është detyrë nuk mund të shqetësohet. Nga krau tjetër, ata që ju thoni është pjesa tjetër e së nuk ka fuqi ta rrëzoj? Më falë, në detyrësisht ai është i cimentuar apo është që vatë sot e mund të kej nesër? Se kuptoj këtë në detyrë, çdo më në detyrë. Kush do ta heqë? Sot detyrë, nesër, po do ta heqin ata që krimet e tij do ta heqin.
krimet që ka bërë do ta heqin. Këtë prishte edhe opozita, mas 8 vitesh u bën 16. Cila opozit? Të lutem, kemi vënë një kusht bashkë. E tërheq. Që ta shquajtur në opozit mos e zënë më në gojë sepse ajo po e mban në pushtet këtë. Po në fakt me atë që ndodhi me avokatin e popullit, avokat, juve ju ka dhënë të drejtë koha. Dëgjoj, nderuar gazetar, fatmirësisht mua koha më ka dhënë të drejtë gjithmonë, po është dhe fatkeqësisht. Sepse unë vërtet i kam thënë gjërat që do ndodhin kështu dhe ka ndodhur, po kjo nuk do thotë se ishte në interes, këto ngjarje që kanë ndodhur janë në interesin tonë. Janë për të zezën tonë. Avokat, por tek rasti Klodian Brahos, mënyra si u zgjot, si kaloi vettingun, sa lajmi që lehtësisht i gjen në Google për mënyrën atëherë të vettingut Klodian Braho, zotri, Klodian Braho është vënë. Dua të besoj atë që tha Pullumpillinci që do vëm atë tha një komunista që vetë komunistit arrestoi komunistët. Kështu e gjykoj unë. Se sa i përket pasërtisë së tij morale dhe politike është e papastër. Ai akoma merr lek nga vllai i gruas që ja dërgon nga Italia. Se ku punon vllai i gruas se çfarë bën me lekët atij e çlyen detyrimet. Këto thon rrjetet sociale, këto thon mediat. Klodian Bravo është autori i shpikjes dhe i konceptimit të ri filozofik komunist shqiptar, falsifikim intelektual. Kjo s'ishte dëgjuar ndonjëherë. Kjo nuk do të dëgohet kur më. Të thanë vetëm gjykata shqiptare, inkuizicioni shqiptar, se kemi thënë, gjykatat tani janë kthyer në inkuzicion, zotri. Gjykatat dhe prokurorisë shqiptare janë inkuizicion mesjetar, i komanduar, i udhëhequr dhe i drejtuar nga Edi Bin Rama në bashkëpunim absolut me Sali Berishën. Pra, komunistë shqiptar. Është inkuizicion komunist. Megjithatë, avokat, ndoshta ndonjëherë nga ai që se pret mund vi belaja. Së di, gjithçka ndodh. Aq më tepër që ka dhe mbështetje të fortë amerikane. Kush? Bravo. Do ta shohim. Unë nuk e besoj fare, unë e di që si korruptuar. Ky vit do bëj nuk e di. Është i komanduar, ai zbaton urdhrat. Prova skemi për këtë fjalë korruptuar. Zotri, nuk është nevoja të kesh prova të tjera kur ai merr lek akoma nga kunati që e dërgon për të shkruar tash shkruajtur në kredi. Se vjedhja me shkëlqyer, larja me shkëlqyer e parave të gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptarë është marrja e kredive. Ç'bëjnë? Kanë miliona që i kanë marrë, kanë vjedhur nëpërmjet avokatëve nga klientë shqiptarë që u vënë të bëjnë gjyqje, dhe ç'bëjnë? Marrin kredi për të thënë që ja unë kam të shtëpi, po e kam marrë me kredi. Dhe ai parat e kredis i ka çluar me kohë, se i ka në shtëpi, po thjesht i merr për të thënë që ja e bëra me kredi. Pra, korrupsioni është në drejtësi, zotëri. Korrupsionin e mban në këmbë drejtësia. Korrupsionin e ushqen drejtësia dhe korrupsionin e nxit drejtësia. Kështu. Avokat, para disa muajsh, ndoshta para një viti ne flisim kur do ndodhin arrestimet, me ditë, me javë apo me muaj. Pra ajo që zihente, vlonte në Tiranë që po përgatiteshin urdhër arrestet. Tani kur bash në ulje më duket, po mund vinë me ajo ditë, ndoshta këtë fund vit apo vitin e ardhshëm që mund zëhet situata apo jo. Ju e thatë pak më lart, po ndoshta nuk po flasim vetëm për personazhet politikës, por edhe të krimit të organizuar. Krimi organizuar është në pushtet në Shqipëri, zotëri. Është në politik, jo në pushtet. Është në politik, pra është në të gjithë spektrin politik. Komandon krimi organizuar. Ata kriminalët i komandojnë zgjedhjet, ata vendosin kush do bëhet deputet, kush do bëhet këshilltar, kush do bëhet kryetar bashkie, ata vendosin kush do shkojë prokuror e gjyqtar, janë ata, kemi në pushtet, nuk ka në gjë të re këtu. Avokat, ju ka bërë përshtypje që ka qarkulluar një video ditë e fundit e të ndjerit Kastriot Miftare që parashikonte atë që pra disa vite më parë, atë që do ndodhe me Metën, me Berishën. Kastriot Miftare ka pasur informacione
të jashtëzakonshme nga përtej oqeanit. Dhe ato që kanë thënë nuk janë ndonjë filozofi. Ai thjesht ka transmetuar informacionin që i ka marrë që andej. Dolën pjesa më e madhe, pritet të dalin dhe të tjerat. Por ajo që është kryesorja është që Edi Rama është Macbethi shqiptar. Avokat, po tani nesër niset Spiropali drejt Greqisë. Tani si ka mos si avokat agjendën, se çfarë do diskutohet, ka ja 2 javë që dolin media, a mos më shumë e kanë për grekët. Që do vish këtu do flasin për këto. Tani si ka mundësi kjo? Çfarë mundësi e kërë, unë së kuptoj, po ti ministrin e mbrojtjes se ke grek. Çfarë mundësia, ajo është mundësia. Grekët e komandojnë Edi Ramën dhe Spiropalen. I komandojnë. U thonë, hajdini këtu dhe do firmosni këtë që u themi neve. Se do flën Amerikanët në këtë drejtim apo jo, këtë nuk e di. Po shpresoj të mos flën. Po deri tani kërkimet në jon për naftën ka nisur në një kompani amerikane. Jo në sipërfaqen tonë detare. S'është është ndarë në Moskavë, nëse kemi ndarë, kufiri s'ka vajtë në Hag. Po jo, s'ka punë Haga, më zotëri. Hagin e kërkuan grekës, se e di që do ta marrin në Hag. Po nuk i lë, Rama sa po. Rama sa po. Përse tha po? Do ta çojnë në Hag, tha. Ore, Rama mori urdhër për të vajtur në Hag, po që thot Amerika se. Se lënë Amerikanët grekun të bëjtë zotë Shqipëria, jo. Jo, zotëri. Grekët kanë pjesën të madhe të volumit tregtar edhe të gjithë biznesin të Shqipëria kanë grekë, të komandojnë grekët. Po jo të marrën dhe detin, nuk i lënë. Po janë kthyer në pikë strategjike avokat, sepse amerikanët gazin e lëngshëm për Europën po e shpërndajnë nga Greqia. Tani u foli herë fillimisht që do ishte Shqipëria, ande nga Vlora, nga Triporti, më the thash. Ikuaj nga 2021 u harrua se si u bë, tani e morën grekët. Ata janë të momentit në duket të situatës. Është momenti i tyre. Unë di që grekët kanë një lobë të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe janë ata që i sinkronizojnë veprimet. Por nuk besoj se kanë fuqi deri te presidenti amerikan që të bëjnë këto lojra që po bëjnë. Megjithatë ne jemi shtet që s'jemi shtet. Ne jemi të vdekur e të pakallur. Ne ushtri s'kemi, ne armë s'kemi, ne aviacion s'kemi, ne hapësinë ajrore na e monitorojnë armiqtë tanë shekullor grekët. Ne jemi në gjendje lufte me Greqinë dhe nga ana tjetër i bëjmë çfarë thot greku. Mos ma zemën ngoj punën me Greqinë se ka mbaruar. Shqipëria është dorëzuar totalisht te greku. Pra ju avokat nuk besoni e fundit kjo për Greqinë që Spiropali kur shkojnë nesër atje mundet që të ngrejë çështjen çame apo çështje tjera. Të lutem. Mund ta bëj Spiropali atë gaf. Atë çështjen çame në televizionin greke nxori vetëm ky burr këtu. Po vetëm unë u thash keni bërë. Vetëm unë u thash keni bërë genocid në Çamëri, asnjë tjetër. Këta vene u lëpien grekëve, më çfarë bëni kështu? Po harrua që e prisin një milimetër me tapet kuq ata. Çfarë thoni? Berisha mirë ka pas marrë. Po Berisha është agent i parë i tyre. Harrua që në 2005 Berisha doli me këmish të bardhë me vija të kaltra, një marrë në fotografi, nuk doli kot. Simbolika. Po, është gjua e simboleve dhe është Sali Berisha që tha për herë të parë i marrë as minoritet. Ai do zgboruja. Avokat, ne do flasim prapë besoj këto ditë, por të lutem thuaj si po mbyllet ky vit për shqiptarët. Ashtu siç dini, ta thoni vetëm ju. Shiko, ky vit për shqiptarët është një nga vitet më të zinj të historisë shqiptare. Dhe parashikoj që do vej akoma më i zi, do vej akoma më keq. Po ku do shkojmë më keq? Ka më keq, ka shumë më keq. Ka shumë më keq që të vihet çizmja te dera e të mos dalësh pishuj. Ka shumë më keq. Po inshallah mbase nuk arrin deri aty se ky popull akoma po flë. Djem edhe burra s'ka. Pra fuqi të gjallë mbrojtëse nuk ka, armatim nuk ka. Fuqi ekonomike nuk ka, gjithçka e ka në dorë një dorë e vetme dhe do ta shikoni më se çu them. Janë ngritur gjitha ndej disa hangar, depot që nuk e di që janë ato në gjithë Shqipërinë
depo të mëdha që grumullojnë ushqime dhe njërin tjetrën. Këta do t'i fusin ushqimet atje dhe do t'a detyrojnë popullin që të pranojnë atë që thonë ata. Do t'a shifni. Kjo do ndodhë. Do vënë qesin atje, do vënë erojët me armë edhe populli do t'i thonë ngorës për buk tani. Këtë kanë në plan të bëjnë dhe do t'a bëjnë. Me avokat, po është edhe një palë tjetër që, shiko, ne kemi hapë gjithë grup kapitull me Bashkimin Evropian, jemi shumë afër, do hym në Europë. Ja, me federasët e Evropës do shpëtoshti, po pse nuk janë ata që nxisin dhe gënjejnë 45 vjet që gënjejnë Shqipërinë i thonë do të pranojnë Bashkimin Evropian, po s'keni bërë ca detyra. Edhe vit për vit kemi detyrat paralizuara neve. E moja tallen, kanë spiun të tyre këtu në kryet shtetit, edhe në kryet vendit, në kryet politikës dhe të ekonomisë. Avokat, lejoni ta mbyll me mesazh nga qytetarët, sidomos për ligjin, për familjen, për gjinit që u diskutua para pak ditësh edhe ne kemi zhvilluar biseda bashkë, keni marrë një mbështetje mjaft të madhe dhe komentet dhe opinionet janë të gjitha pro të asaj që ju thonë. Për mbrojtjen e familjes. I falenderoj qytetarët dhe shpresoj që këtë mbështetje që më japin mua atje në mbrapa xhamit ta bëjnë realitet në rrugë. Këtë kërkoj nga shqiptarët. Kjo është e vështirë që të bëhen dy bashkë në terren, por unë këtë ftesu bëj. Ju drejtojmë të tërë dashamirësve, të tërë shqiptarëve patriot, të tërë shqiptarëve të ndershëm që duan familjen, të dalin sepse nuk po e kuptojnë akoma që po u përgatitet me zeza e të zezave këtij popullit. Këtij populli po e përgatitet një vdekje e ngadalt. Duke vënë në fillim në gjumë letargjik, pastaj me injeksione dhe do zhduket. Këtë po bëjnë. Dhe ky është objektivi i atyre dy gjinive, që thonë këta që bën ligjin për deklarimin e gjinisë. Se s'ka deklarim gjini. Gjini ta e zotë që kur të lenë, që kur të krijon në barkë të nënës. Avokat, të falenderoj dhe të shpreh edhe një herë mirënjohje. Edhe unë të falenderoj tyre dhe mirënjohës dhe unë për ftesën që më bënde për çështjen që po diskutoj.